Sfida kryesore në vendin tonë tani është mungesa e banave të reja, posaçërisht medikamentit kaftrio, të cilim ne për çdo ditë më shumë po ngullim shumë të madh që të kemi qase edhe ne në Kosovë, pasi që duke parë eksperiencat në vende tjera kemi parë se ky medikament ka bërë pothuajse një mrekulli në cilësinë e jetës të personave me fibrozë cistike. Në banat e tjera kemi që një kohë që 2 vite apo 3 kemi furnizim të vazhdueshëm të tyre dhe shpresojmë që ky furnizim të vazhdojë edhe më tej, po ka mjaft familje që janë larguar nga Kosova dhe në kontakt me ta jam njoftuar që shumë prej tyre janë duke marrë këto banat e reja dhe sipas tyre fëmijët e tyre janë në gjendje më të mirë dhe prandaj po them ne po bëjmë një luftë sa më të madhe që t'i kemi ato edhe në Kosovë. A më na tregu sa është numri i personave këtu në Kosovë? Të regjistruar në Kosovë janë 149. Prej tyre ka edhe që janë dalë jashtë, mirë po numrin e saktë të tyre se sa janë për momentin në Kosovë nuk e kemi. Shpenzimet prapë kemi të larta edhe pse kemi qasje në banat esenciale. Mirë po duke ditur parasysh që fëmijët tana janë me një shëndet të ndihshëm dhe kemi vizita të shpeshta tek mjekët, pothuajse edhe hospitalizime të kohëpaskoshme dhe këto shpenzime të tjera të cilat po ashtu janë në një kosto të lartë edhe tani. Edhe pse deri tash gjëja më pozitive që kemi pasur në vendin tonë kanë qenë mjekët tanë, të cilët edhe në kushte të vështira, edhe në mungesë të banave adekuate, kanë bërë një punë shumë të madhe me pacientët tanë. Mirë po tani kemi fat që për momentin e kemi një pjesë të veçantë në kuadër të repartit të pulmologjisë në klinikën e pediatrisë, ku secili pacient që ka nevojë për hospitalizim, që është me fibrozë cistike, mund të marrë të trajtim në këtë repart. Kemi nevojë për subspecializim të mjekëve në fusha të ndryshme, që të rritet numri i tyre në subspecializim, prandaj kemi insistuar ne si prind që të sjellim mjekë të ndryshëm të kësaj sëmundje në Kosovë, që në mënyrë që edhe mjekët tanë të marrin një qasje sa më profesionale ndaj këtyre personave.